Përshëndetje miq, sot do të flasim për ujitjen dhe kujdesin ndaj bimëve. Secili nga ne duhet të kontribuojë në mirëmbajtjen e kopshtit dhe jetëgjatësinë e tij. Një hapësirë gjelbër e shtuar në mjedisjet e shkollave është në funksion të shkollës dhe komunitetit përreth. Kujdesi ditë pas dite mbi kopshin e krijuar do të ndihmojë në zhvillimin e aspekteve të tjera. Bashkëveprimi në grup, shkatësitë sociale dhe veprimi dhe komunikimi mësues-nxënës, si dhe aftësitë praktike dhe ndërgjegjësimi qytetar i cili mund të transmetohet në shtëpi dhe në komunitet. Angazhimit i të gjithë autorëve do të ndikojë në jetëgjatësinë e kopshtit. Pa ujë nuk ka jetë, por është gabim të mendosh se sa më shumë ujë që u jepni bimëve, aq më mirë do të rriten. Që bima të rritet dhe të zhvillohet ka nevojë për sasinë e duhur të ujit. Lagështia e tepërt mund ta dëmtojë atë. Bimët duhet të thithin ujë nga toka përmes rrënjve të tyre. Element i rëndësishëm për ujitjen është cilësia e ujit. Për ujitjen përdoren ujërat sipërfaqësor dhe ujërat nëntoksor. Kur duhet të ujitësh? Kjo do të varet nga lloji i bimës, vendodhja dhe klima, por zakonisht duhet të bëhet sa herë që toka është pothuajse e thatë. Për ta ditur këtë, duhet të kontrollojnë lagështinë e tokës duke gërmuar pak me gishta. Në këtë mënyrë ne jemi të sigurt se nuk do të kemi probleme. Lagështia e tepërt mund të shkaktojë kalbin e rrënjve dhe me kalimin e kohës mund të shkaktojë vdekjen e bimës. Vëzhgoni motin. Në verë, kur është nxehtë, bimët janë më të etura, kështu që ato kanë nevojë për më shumë ujë, ndërsa në dimër, kur temperaturat janë më të ulëta, bimët kanë nevojë për më pak ujë. Nëse bimët ndodhen në ambiente të jashtme, duhet i kushtoni vëmendje rreshjeve. Nëse bie shi i madh, nuk është e nevojshme të ujiten, pasi bimët tashmë e kanë marrë dozën e nevojshme të ujit. Koha më e mirë për ujitje. Koha ideale për të ujitur bimët tuaja është në mëngjes. Nëse nuk keni mundësi të ujisni në mëngjes, mbrëmja është një moment i përshtatshëm. Ujitja me pika, nëpërmjet një kane. Duke drejtuar ujin pranë rrënjeve, zvogëlon humbjen e lagështirës për shkak të avullimit të ujit nga sipërfaqja e tokës. Sistemet e ujitjes. Sistemet e ujitjes që stimulojnë rreshjen natyrore në formë shiu përdoren në sipërfaqe të mëdha. Instalimet për ujitje me pika janë sisteme vaditje që dërgojnë ujin direkt në sistemin rrënjor. Ky sistem ujitës përdoret zakonisht për ujitje të pemëve, shkurreve, serave dhe bimëve të kopshtit. Këto ishin hapa që ne duhet të ndjekim për të kujdesur për bimët tona dhe se si ne mund të ujisim ato. Faleminderit për vëmendjen dhe të shihemi në videon e radhës.